Është pritur me mjaft interes shfaqja e teatrit të kukullave në Vlorë me titullin Perla e dritës së detit. Regjizori i kësaj shfaqjeje, Eduard Ismaili, tregon se këtë të shtunë për shkak të interesit të lartë të fëmijëve për të parë shfaqjen, po jepen 3 shfaqje në ditë. Sipas Ismailit, edhe në 2 ditët e para, kur kjo shfaqje u vendosë sken, pati mjaft interes, saqë salla e kinemas së Vlorës u mbush totalisht nga fëmijët. Po, edhe 2 ditët e para që ne ishim sallë të madhe, interesi ishte goxha i madh. Sot, ndoshta unë e shtum prisja pak më pak, por siç e pat ne po japim për herë të dytë dhe ka dhe njerëz do të japin edhe për herë të tretë, kështu që do jepen të 3 herë e njëjta shfaqje njëra mbas tjetrës. Lash 5 minuta pushim sa për nxënësit që të qetësoheshin dhe do të jepet prapë. Kështu që interesi shumë i madh, shpresojmë që nesër me këtë që pam sot do të jetë edhe më shumë, kështu që besojmë mund të bëjmë më shumë shfaqje edhe nesër. Eduard Ismaili tregon se pikërisht nga interesi i lartë i fëmijëve për të parë shfaqjen Perla e dritës së detit, është marrë edhe impakti pozitiv për realizimin e shfaqjes e cila do të konkurrojë dhe në festivalin mbarkombëtar të Pogradecit në ditët në vijim. Ishte që ditën e parë ai feedbacku ishte goxha i madh. Në momentet që unë mendoja që doja që ata të reagonin shumë mirë, mendoj që arritëm qëllimit, do bëjmë një punë të mirë dhe në festival, kështu që shpresoj të dalim mirë. Shumë prej fëmijëve të qytetit të Vlorës presin që kjo shfaqje të jepet sërish në sken, edhe pas datës 1 qershor. Regjizori Ismaili garanton se në varësi të kërkesave të fëmijëve, aq ditë do të jepet sërish kjo shfaqje. Sipas tij, sa më tepër kërkesa, aq më shumë shfaqje do të realizohen. Po, patjetër, ne do të shkojmë në Pogradec, vim në datën 8 këtu dhe besoj në datën 11 ne fillojmë prapë. Pa do rëm 2-3 ditë pushim, po do të vazhdoj prapë derisa të ketë njerëz. Në momentin që nuk do të ketë më fëmijë që do të vinë të shkojmë, atëherë do të ndërpritet shfaqja. Po besoj do të shkoj deri nga data 15 edhe më tej besoj të shkoj. Regjizori i kësaj shfaqjeje, Eduard Ismaili, tregon edhe mesazhet aktuale dhe tepër të rëndësishme, të cilat transmetohen tek të vegjëlit. Të vinë ta shohin shfaqjen sepse do të kuptojnë shumë gjëra nga shfaqja, do të kuptojnë që ne duhet ta mbajmë pastër ambientin, detin, plastikën, qeskat nuk do t'i hedhim sepse ato duan shumë kohë që të riciklohen, kështu që mesazhet i japin vetë gjallësat nënujore dhe i edukojnë shumë mirë njerëzit. Kështu që duke parë shfaqjen, shumica e fëmijëve e kanë marrë mesazhin dhe janë kënaqur. Në fund fjalën e tij e mbyll edhe me një mesazh për publikun që të jenë dhe në datën 1 qershor të shumë në numër, pasi duke filluar nga ora 11. Për të gjithë të vegjëlit, kjo shfaqje do të jepet sërish në sken dhe në ditën e voglushve. Të vinë të jenë më të shumtë, e di që është 1 qershori, do të jenë në përsheshe, do të ketë edhe aktivitete të tjera, por ne në ora 11 do të jemi këtu dhe i mirëpresim.